Përshëndetje dhe mirë se vini në vlogmasin e fundit. Ciao be Angela, ku u zhduk? Çfarë ka ndodhur? Është gjallë, është mirë, e kam futur në ndonjë psikiatri. Këto mund të ishin disa nga pyetjet tuaja. Duke qenë që ju lashte vlogmas dita 20, edhe u zhduk kaq aty tutje. Base dhe asnjëri nuk pyeti asnjëherë asgjë të tipit who cares. Mund të ketë ndodhur edhe kjo, ka një mundësi të madhe. Vlogmas dita 21, më duket ishte 21. Zgjova në mëngjes edhe isha shumë propozitive për të filmuar, për të vazhduar programin tonë normalisht. Kështu që le të rikthehemi pak te ajo dita të shikoni si fillovi. Përshëndetje, vlogmas dita 21. Avash po arrim te fundi vlogmasit. Dhe sot filluam ditën me korjerin që më në fund na solli divanin e Juskut. Arriti, është këtu me ne. Duke gjykante, pakot e divanit të Ikeas ishin më të vogla, kjo nxej më shumë vend akoma. Nuk e di se sa kollaj do jetë për tu montuar. E shohim me këtë pjesën, por zgjova dhe nuk janë fare mirë. Ishin sinjalet atje që dje, ju thashë nuk isha fjetur mirë, zgjova me sytë e fryra që më dim te koka, në fillovi një koll, kënde ande, ishin të gjitha simptoma, sepse sot të zgjova edhe ma shfryr fyti, nuk mundem të gëlltis, po më dhem tepër, nuk e di përse ky dhjetor ka hyrë kështu, nuk e di pse nuk po më len jeta në paqe, nuk e di pse duhet i kaloj të gjitha këto provat të mbledhura, but it is what it is. Në këtë pikë të ditës, unë akoma nuk e didja që më priste. Aha! Mirëmëngjes nga unë. Sot duhet shkojmë te Nespresso të blejmë kafe qartazi. Help me. E pash, e të dëgjova. Edhe nuk të help dot as vetë Zoti me zbrit këtu në tokë. Nuk të help dot. Me pak fjalë, mora atë influencën e re për të cilët flitet kudo, po e keni dëgjuar. Po se keni dëgjuar, është influencë që i ngjan Covidit, edhe pse unë Covidin e kam kaluar shumë lehtë se sa të influencën këtu. Borim fillovi të montonte divanin që sapo kishte arritur. Unë shtriva te ky divani këtu, edhe u ngrita mbas 5-6 ditëve. Disi kështu vajti muhabet. Isha temperaturë super të lartë, 39.7 arrinte temperatura ime. U lodh shumë trupi, u lodh shumë truri. Ne ka kaluar mbi një javë nga kur fillove gjitha kjo dhe akoma nuk jam mirë. Nuk është se e kam marrë veten, por i thash vetes Angela, duhet të bësh një vlogmas të fundit, ja ke borxh njerëzve, atyre që të paktën pyeten që është gjallë as është gjallë kjo. Sepse tur, tani këtu e 2 ditë jam te faza që kam probleme me stomakun. Duke qenë që kam marrë kaq shumë ilaçe gjatë gjithë kësaj kohës, duke e filluar nga nervi sciatik deri te kjo influenca virusi çfarë është. E ke shpu? Stomaku nuk është mirë. Edhe kam 2 ditë që po voj me stomakun. Ndër ndar kisha kriza shumë të forta. Sot në mëngjes jam zgjuar edhe prapë po i ndej stomakun, por jam shpresoj që doja dal ta mbaroj këtë vlogun. Who knows? Ti si e kalove virusin? Shumë mirë. Është ajo situata klasike që ju them që Klajdi më sjell viruset në shtëpi? Kësaj radhe? Jo. Përsëri Klajdi e kalovi më lehtë dhe unë e kalova më rrallë. Nuk festuam Krishtlindje, zero. Po bani mend kisha prenotuar unë gjithë gëzim, gjithë lumturi, dhuratën e tretë e Klajdi që do i bënim në atë weekendin që u smura. Kisha prenotuar të shkojmë të shohim teatr dhe Christmas Carol, që është me Scrooge-in. Ishte musical, edhe pse as unë as Klajdi nuk vdesim për musical e vërteta është, por pash që kishte kritika shumë të mira, që ishte shumë emocionale dhe njerëzit që kishin bare strakëshillonin e këndrande. Nuk vajt, e humbëm edhe atë. Në përgjithësi nuk kemi ndjerë fare festa, enda sad. T'ju uroj gëzuar Krishtlindjet juve që i festonit edhe pse me vonesë, por nuk erdhe të më qash kokën këtu para. Besoj juve t'ja keni kaluar bukur dhe atë një tek dite që dola nga shtëpia, dola që të shkojmë te Ikea. Porosita mobiljet, i gjeta te Ikea e Parmës të dyja mobiljet që desha. Njërin e montuam t'je në darkë, tjetrën do të montojmë sot. Hajdeni t'ju tregoj pak si po bëhet studio. Ja ku është edhe divani i ri. Besoj që do bëjmë të gjithë dakord që ky divan është shumë i bukur se ai i Ikeas. Dhe ky divani hapet dhe e adhuroj. I shkon tepër shumë kësaj dhomës, më pëlqen shumë. Taran! Akoma nuk e kam gëzuar. Akoma nuk e kam përdorur, por jam e sigurt që do jetë një shok shumë i mirë për njerëzit që vinë të flejnë në shtëpinë tonë. Në fund s'do kemi më ato dyshejat që fryen. Në mes të natës çfryen, e duhet të zgjohesh e ta rifrysh, edhe që çajin e pastaj duhet të shkosh të blesh tjetër, e tjetër. Në fund kemi një divan. Edhe këtu kemi mobiljen e re nga Ikea që bleva. Plus kemi rumujra, por do bëjmë sikur nuk i shohëm. Më pëlqen shumë. Ja edhe një pamje më generale që të shikoni kombinimin bashkë me rumujrat. Tani te kjo pjesa dua të vej libra, korniza, ta zbukurojmë, ta bëjmë cutesy, po si ju thash dje montuam në dark, e nuk pata kohë. Te kjo ana kënde kam çefur të gjitha produktet e punës. Atje ka kuti e kablla, ring lighte, tripode. Kam varur edhe këto çantat që marrëm vete në për udhëtime. U mundova dje të heq atë letrën
vënë atje dhe e shikoni si e kam bërë. E nuk dilte e shkreta. Nuk e kuptoj pse i vënë këto ngjitsat, këto stikerat, edhe i bëjnë edhe kaq të vështira për të dalë. Mos e ver. Ose ver një stiker, një material që del kollaj, që bën krup edhe ikën. Si duhet të rritë të çmendë mund tani mate? Duhet të rritë 3 orë me thonjë, avash, çuk. Ikën petlla me këtë gjë. Por mobilja ka mbushur pak dhomën, i ka dhënë një ngrohtësi, është thuajse një taj gjyrë me skrivanin tim atje. Duke pirë kafen, të hapë me këtë pako notino që më ka arritur. Më arritit tani, në mëngjes, para se të arrit hap kameran. 2-3 gjëra të vogla ka marrë. BB krimin e mishës, që është e vetë një gjë që përdor në fytyrën time. Ka edhe mbrojtje nga dielli se PF42, por ka edhe pak ngjyrë, e tani atë kam bën në fytyrën time. Është kremimi për ditëshmërisë, nuk ve foundation, Eliana për shembull ve concealer te pjesët e fytyrës që ka bezdi. Ve këtë dhe jam super. Dhe pastaj mora concealerin që më vodhi Eliana në Shqipëri, ky i Catrice, True Skin 002 të mirë. Dhe këtu mora një laps buzësh, bravo bur, nga Rimmel, janë shumë të lira. E më the Eliana që kjo ngjyrë është ngjyra e vete për referuar. Ta provoj edhe unë, why not? Po më them stomak. Mbase idealisht nuk do duhet të pija kafe, visto që po më them stomak. Force. Ti je bukuria ime, lulja e mrekullueshme, lulja bore. Atë që e kam me kam. Nuk e kuptoj çfarë lidhje kishte tani në këtë muhabet. Klajdi hapi dhuratat e veta. Nuk kam këtu t'ju tregoj sepse i kisha marr një palë kpucë që i ktheva, sepse nuk i bëni. Kisha marr atë shfaqjen që vajte nuk pam edhe masit dhuratën tjetër që të ngeli. E vetë një dhuratë që të ngeli që mundem ta tregoj. Kpucët i ktheva, po doja rimarr në numër më të vogël. Bleve dje dhuratë tjetër. I kisha bler edhe këtë librin, Il Canto di Natale, dhe kjo është e Christmas Carol. Libri brenda ka edhe këto pjesët kështu, pikturat le të themi. Klajdi ti pëlqevi tepër? Në literatura klasike. Ha, tregoj edhe atë. Ti da tregosh si e tregon, ti nuk e tregon asnjëri tjetër. Po mori gruaja edhe këtë. Prit. Edhe gruaja mori edhe këtë. Alto, beige, vintage, 100% lana, sartoriale. Shumë e bukur. Thank you gruaja. I pëlqente Klajdit paltoja ime kafe që kisha marrë në të përdorurat, edhe kisha kohë që po i kërkoja një palto të lloj ngjyre, por nuk po i gjeja. Edhe desha idealisht jetë edhe lana, duke qenë që jetojmë në një zonë të ftohtë, sa më shumë kualiteti ketë një produkt që vesh aq më ngrohtë të mbar. Edhe kualiteti i produkteve vintage nuk është një lloj me kualitetin sot. Lana e dikurshme nuk është një lloj me lanën që përdoret sot. Edhe gjeta këtë në Vinted, ishte sartoriale, e pash nuk ishte asnjë defekt, ishte thuajse e paveshur fare. Edhe thash, ok, po ja marr edhe këtë. Klajdi fillovi të montoj mobiljen e dytë që do vjetë edhe maj gjumit. Dhe unë them të bëj një krema. Kjo quhet krema Lozabajone, krema mascarpone, nuk jam shumë e sigurt, por është një krema që e bën e ham bashkë me panetonen. Ka Klajdi disa ditë që po ma kërkon, e vërteta është. Dhe kam shtyr. Këtë po e bëj sepse unë personalisht si Angela nuk kam shije. Pas virusit miku shije nuk më është rikthyer. Tani ai virusi ishte Covid, edhe ky virusi i re ka po të njëjtat simptoma pak a shumë, por nuk më shjon ushqimi për vete, kështu që nuk dua fare as të gatuaj, as të hap, as asgjë. Na duhen 2 të verdha veze, thot. 10 gram sheqer edhe të trazojmë. E tani thot të vem sheqer dhe ujë në një tigankë që të zjej. Nuk e kam bërë ndonjëherë. Më doli një recetë në TikTok e thash ok, do e provoj. Mundoj të jem precise me këto kuantitetet, se ADHD-ja ime ashtu më thot. 50 gram thot sheqer dhe 3 luçka ujë. 1, 2 edhe 3. Ajo që do bëhet këtu te tenxherka do e hedhëm ta miksojmë me këtë, pastaj në fund do i hedhëm edhe mascarpone. Supozohet, kështu si e lexon, që është shumë kollaj si procedurë. Më duket qubet se pastaj do vulloj. Duke përzierë, duke e hedhur, thoshta atje. Deri tani kemi bërë sheqer të gjatë. Stepi fundit mascarpone. Kështu si pamje e mirë doli. Approved. Për aq shije sa ka më mirë më duket mua. Olioreo, bravo. Provojeni me panetone. Pjesa e poshtë. Pra, kishte një arsye pse s'po voteshin vitat. Njerëz Klajdi e arriti e montovi deri diku e tani ka kuptuar që ka bërë gabim në një nga stepet fillestare e duhet shmontuar ajo që po montonte. Unë s'kam bërë gabim në shkruajt keq në instruksione. E në përgjithësi, jo them ta dini, te IKEA nuk ja vlen as mobilje, nga ana e kualitetit se nuk ka kualitet. Te IKEA nuk ja vlen të japësh lekët e tua as te transporti sepse është shumë i shtrenjtë. Domethënë ju s'ku e kishte transportin 35 e IKEA i ka 65 që të kuptoni diferencën. Për produkte e të njëjtës madhësie, por te IKEA vetëm për një gjë ja vlen të jepni lekët tuaj. Po blevat mobilje t'ja u montojnë ata të IKEA-s. Është vetëm një këshill që kam të jap për të gjithë ju si motor e madhe, po ja u jap si këshill. Që mos shkatroni nervat, ku i ke pincat? Ato
vogla. Po më peti mu grume të Ikea. Po më the dhe njerë tim të Ikea. A gru që më ke berti mua. Burë, zoti një dit do të ta kthej. Gjithë këtë të mirën që po bem për nusin. Falimentoj Ikea që të ma kthej, zoti. E, të falimentoj Ikea do përdorëm juskun. Shife sa bukur që po mbushet doma. E do ketë groja sirtarit të mbush me roba. Unë jam përsëri me këtë me ujtin e ngrohtë në stomak. E shpresim që pushoj. Deri erdhi korrieri. Kam bërë tani unë një porosi. Kot pa lidhje me sa mbaj mend. Kur je në shtëpi së mur, edhe nuk feston, nuk gëzon. Çfarë bën? Porosit budallalliqe në shenjë. That's what I did. Mora këtu kafe, është so cute. Edhe është shkruar këtu handmade. Edhe vjen të flokët mbrapa dhe duket cute si. Pastaj mora këtë pop për në kokë. Thot 100% lana, që e vjen kështu, të ngrohet koka si gjyshe. Na. Mua shumë më pëlqen. Bur. Por nuk u mjaftova. Te një fjongo, mora edhe këtë fjongon e kuq. Ka marrë shumë ngjyrë. Mora edhe këtë të bardhin që duket yll. Let me see. Ka marrë nga këto që janë shumë të bukura ti veshësh me mokasini këto. Tani kam blerë këto për banjë. Te e varte dushi, edhe këtu sipër var sfungjerin me të cilin lan trupin. Prandaj kam marrë. Mora dy, një për sfungjerin tim, një të Clyde, se nuk di ku ta var brenda te dushi asnjëherë. I le aty te ai cepi që ka me shampot edhe bien gjithmonë më ngrihen nervat. Mora edhe këto, këto janë transparente dhe janë që ti varësh te termosifoni që kam te banja. Më shumë për kur vin njerëz tani që ishte mami Eliana këtu, edhe kishim çdo njëra peshirin e vet për fytyrën, e nuk kishim ku ta varëm. Tjetër fjongo. Përsëri e bardhë. Dhe nuk më mjaftovi kjo, shikoni është ndryshe kjo nga kjo. E i mora të dyja ti ke. Po unë që vazhdoj bëj këtë holin kështu si teta. Tani do e heqim këtë. Shumë më pëlqevi kjo, e dua edhe në ngjyra të tjera. E do ju tregoj këtë kapele. Nuk e di po do e vedoj një. E dini që kanë dalë shumë në modë tani këto kapelet kështu. Se mos i kemu këto kapelet e modës. Çfarë ty them? Kisha edhe temperaturë. Isha edhe smur. Po unë besoj që mund ta vëm. Dhe e fundit edhe kjo duhet të jetë një varse rroba. Kjo këtu është për ta vënë mbrapa derës së studios që kur vin njerëzit të varen ndonjë ero. Ishin gjëra që më vurin në duke mami që s'kam kur erdhi këtu. E thash, po i thot ketula që duhen, atëherë duhen, se ketula di më mirë se unë. Tani këto kanë ca vida të vogla që duhet t'i ve këtu. Po. Ja, këto tani. Një këtu, tjetrën këtu, edhe varë këto të trupit. Përsëri shumë nice e bukur. Good job, Angela. Edhe këtë, e vëm bukur e bukur këtu. Ja, burime ka hedhur e shu. Kur vjen një njeri e varë këtu, edhe janë gjërat e mbledhura, e bën edhe derën kështu, dhe nuk duket asgjë. Ku është G-boxi? I don't see, you don't see it. Rumuja, it's not here with us anymore. Po. Tjetër që huqit i ngranit makarona për drek nuk ka ndryshuar. Me të gjitha të mirat e botës e mbaj burë. Makarona po, një grua si unë po, punë që mos mërzitet po. Kod grindet kur grindet, të bëm për hobi. Gati dreka! E përfundovi buri mobiljen, kështu duket. Edhe në këtë rast do e mbushëm me gjëra, mund të vëm pasyrë, ka lamb, libra, nuk do ngelet kështu. Dhe ajo që po mendoj tani është që mbase duhet të ble dhe 2 komodinka. Kjo këtu, si mobilje ka edhe komodinat e veta. Të heq ato e të ve 2 komodinka si kjo, do shkoj shumë më tepër. Mbase kur t'ja prezantoj këtë Clyde si de do më vras, por unë do i bëj atë timen. Edhe Nespresso kafen erdhën më morëm, kështu që ditët që s'do ketë asgjë hapur, s'do ngelem pa kafe. Do duhesh të reja të pastroja tani atë kasetjerën e të filloja ta mbush avash me roba. Të heq rumujrat që kam në përdhon. Por më dhe mbaru, nem stomaku. Në këtë pikë mendoj që duhet të shkoj në Prenjas, të gjej atë gruan që kishte hequr syrin kur isha vogël, atë me thikën që më vinte më bente kryqet përsipër, kush e ka dëgjuar si histori e ka parasysh. Sepse me doktorët po kuptoj gjë. Duhet të shkoj te doktoratura alternative, ajo më popullore, nuk e di domethënë këtë pikë çfarë të bëj me. Po mandarina. Ditët që isha i smur, nuk desha asgjë tjetër të ha përveç se mandarinave portokallave. Ishte vetëm një gjë që trupi im ma kërkonte. Nuk kam bakteri. Gjëja tjetër që obviously duhet të bëjmë në këtë pikë është të hapëm atë vetë kalendar katona. Kemi lënë te 20, kështu që do hapëm 21-shin. Bobbi Brown është një eyeliner. 22 Më duket këtë, më ka ridalë, është hera e dytë që po del, është një krem kundra rudhave, na duhet. 23-shi, 24 karat gold mask. Mask fytyre flori. Dhe e fundit është 24, sepse deri aty shkon. Kemi një parfum Exo Chloe. Është Khloe Kardashian. Është okay. Edhe pse nuk kam shumë erë, ju them të vërtetën. Edhe këtu tani dieta Lipton, edhe merr ngjyrën e buzëve tan sepse punon me pH. Një më dieta është e madhe do jetë mas. Një më dieta nuk ka asgjë. Nuk e di, është ndonjë nga ato maskat që na ka dalë.
Edhe kjo është një make-up fixing mist. E kam edhe në full size, enda I love. Këto ishin edhe advent kalendarkat, pyshte dhe vlogmasi. Unë uroj që vitin 2026 ta kaloni të gjithë me shëndet të plot, bashkë me juve dhe unë. T'ju plotësoj çdo lloj gjeje që ju dëshiron zemra juaj. Shpresoj që edhe vitin e ri ta kaloni shumë bukur, ashtu si doni edhe atë me familje, në një udhëtim vetë, çdo njeri si e dëshiron. Edhe neve të shifemi 2026-ën. Mua!